Antari i kryesisë së listës serbe Igor Simić tha në Prishtinë se do t'i përgjigje thirrjes së autoriteteve të Kosovës dhe nënvizoi se lista serbe gjithmonë ka mbrojtur me zë të lartë paqen dhe se nuk ka vepruar kurrë në mënyrë të paligjshme, ndërsa disa nga ata që më parë organizuan protesta të dhunshme në Prishtinë e dogjën automjetet ndërkombëtare tani janë pjesë e qeverisë së Kosovës. Simić konfirmoi se ai, Zlatan Elić dhe Slavko Simić së bashku me shumë se 40 serb u thirrën në seancën të pandehur për pjesëmarrjen e protestën paqësore në veri të Kosovës në dhjetor të vitit 2022 në akuzën e sulmit ndaj rendit kushtetues dhe veprave të tjera penale. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković përkujtoi se në këtë ditë të vitit 2003 familja Stollić me 3 anëtar u vra në shtëpinë e tyre në Obiliq dhe se autorët e këtij krimi monstruoz nuk u nxorën kurrë para drejtësisë. Slobodan dhe Radmila Stollić dhe djali i tyre Ljubinko u torturuan brutalisht dhe patologët gjetën gjurmë torture, megjithëse shtëpia ku u krye vrasja ju vu flaka për të mbuluar gjurmët e krimit. Ashtu si në rastet e tjera të vrasjeve të serbëve pas mbërritjes së forcave ndërkombëtare në Kosovë dhe Metohi, autorët nuk janë identifikuar, thekson Petković. Ministri i Punës së Jashtme i Serbisë Marko Đurić u takua me pronaren e kompanisë amerikane Proverbs Media, Eleni Beck, me të cilën diskutoi rëndësinë e qëndrueshme të trashëgimisë së pasur kulturore serbe dhe të krishtere ortodokse në Kosovë. Gjurić tha se gjatë dekadave të fundit kemi qenë dëshmitar të rrezikimit të vazhdueshëm të këtyre monumenteve unike, gjë që konfirmohet nga fakti se Komiteti i Trashëgimisë Botërore i UNESCO-s futi Patriarkanën e Pejës, Deçanin e Lartë dhe Graçanicën si dhe kishën e Zojës së Levishës në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. Elen Beck vizitoi disa manastire dhe kishe serbe në Kosovë ditët e fundit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u takua sot me përfaqësuesit e subjekteve politike për të konsultuar mbi datën e zgjedhjeve lokale. Këshilltari për media Bekim Kupina njoftoi dje se menjëherë pas konsultimit presidentja do të përcaktoj datën e zgjedhjeve. Ndërkohë seanca konstitutive e mbledhjes së 9 të Parlamentit të Kosovës u ndërprej për të 26-ën herë për shkak të mungesës së kvorumit për votimin e fshehtë të deputetëve për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Këtë herë vetëm 53 deputet votuan për përbërjen e komisionit të propozuar për votim të fshehtë. Vazhdimi i seancës është planifikuar për të premten në orën 11. Ish kryenegociatori i Kosovës Avni Avrifi vlerësoi se takimet në Bruksel nuk mund të jenë të suksesshme sepse Kosova nuk ka një përfaqësues legjitim pasi Besnik Beslimi është në mandatin teknik. Kosova nuk ka qeveri as legjitimitet për të marrë pjesë në takime të tilla, thot Arifi. Pas takimit me Soren Sen, vetë Besnik Beslimi i pyetur nga gazetarët për kuptimin e takimeve të tilla në kohën e krizës institucionale në Kosovë pranoi vështirësitë. Megjithatë, ai tha se disa tema nga të cilat Kosova mund të përfitojë nëse Serbia është konstruktive. Institucioni i Avokatit të Popullit trajton të gjitha çështjet e shkeljeve të drejtave të njerëzit me shumë kujdes, tha në një intervistë për Kosova Online Srdjan Sentić, zëvendës i Avokatit të Popullit, duke vënë në dukje se vetëm vitin e kaluar u morën 110 ankesa nga komuniteti serb dhe se 86 prej tyre u pranuan. Sentić theksoi se ankesat nga komuniteti serb lidhen kryesisht me sigurinë, çështjen e pronës, diskriminimit, ligjit për përdorimin e gjuhës, punësimin, shëndetin dhe mbrojtjen sociale, por edhe për të drejtën për qasjen e dokumente. Punëtorët e ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe banesave zveçan rregulluan oborrin e kishës së Shën Savës në Mitrovicën e Jugut. Drejtori i kompanisë Nenad Radovanović theksoi se kisha Shën Savës nuk është vetëm një vend lutje, por edhe zemra e gjallë e komunitetit serb, themeli i besimit dhe një simbol i qëndrueshmërisë, dhe se ajo gjithashtu bën thirrje për kujdes, dashuri dhe bashkim.
Radovanović shtoi se punëtorët e ndërmarrjes publike të shërbimeve për banesa zveçan bën përpjekje, kohë dhe dashuri për të bërë zonën e përreth tempullit të denjë dhe për atë që përfaqëson. Moti nesër në Serbi do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë pas ditën e disa vende zhvillimi i vranësirave pritet të ketë rreshje shiu me bubullime me të rralla, ere dop mesatare, drejtimi ndryshëm, temperatura mëngjesit do të sillen nga 10 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 31 deri në 35 gradë Celsius.